Nëse ti vendos që të bësh dasmën, ashtu siç dasmat bëhen, Po. je një i majt apo je i djathtë? Je një i djathtë para burkean. Njerëzit për shkak se nuk kanë para të bëjnë fëmijë, të rrisin fëmijët, nuk kanë para të bëjnë dasëm 15.000 euro, nuk martohen fare. Rrin bashkëjetojnë, zihen dhe prishet dhe martesa. Dhe Edmund Burke thot, ore, lëre zakonin, sakrifikoja në qoftë se ai të cënon traditën. Ruajmë, thot. Atëherë që një i djathtë Po. që nuk ka lek të bëj dasmë, Po. çfarë duhet të bëj që të qëndroj djathtë? Nuk duhet të bëj dasëm, por të martohet gjithsesi. Okay. Martohet në kish, në xhami, në bashki, me familjet, edhe është në rregull. Kur dy shok, njëri paguan kafen, kurse tjetri pret t'i paguhet kafja. Kush është i majt dhe kush është i djathtë? Interesant. Mendoj që i majt është ai që e paguan kafen. Pra ka të ndjenjën e empatisë që kanë zakonisht majtët. Kush është i majti dhe kush është i djathti? Ai që e jep lekët lypsit apo ai që ja kursen lekët lypsit? Teorikisht është i djathtë ai që jep lekët. Pse? Sepse natyrën solidare, atë misericordien që e quajnë katolikët, duhet ta ketë i djathti, sepse ai beson Zot dhe ai beson që i varfri ndihmohet nga komuniteti. I majti beson që të varfrin duhet ta ndihmojë shteti. Ne i paguajmë taksa shtetit, shteti e ndihmon të varfrin. Ke një radhë të gjatë përpara dhe Po. ti vendos të respektosh radhën. Po. Je i djathtë? Po. Sepse të djathtët i qëndrojnë institucioneve, rregullave, parimeve, të majtët duan revolucion edhe përmbysje të rendit. Po. Je njëri që flet shumë. Po. Je i majt apo je i djathtë? Gjë e shkurtër, je i majt. Tani ai që flet shumë dhe merret me aktivizëm dhe me komunitet dhe me kështu ai shkon majtas. Shiko, kjo ishte një rubrikë për t'ia bërë njerëzve pak më të lehtë për të kuptuar se ku qëndrojnë në të majtën dhe në të djathtën. Dhe prap sipas meje se han debat.